Shumë veta më pyesin nëse kryerja e atij testit që quhet për diabetin e fshet, a e përjashton diabetin. E para, çfarë është ky test? Pacientët i referohen asaj që quhet HbA1c apo hemoglobina e glikoziluar. Kjo mat, si të thuash, nivelin e sheqerit në gjak në 3 muajt e kaluar. Por, e vërteta është që një vlerë normale nuk e përjashton diagnozën e diabetit. Një vlerë shumë e lartë, mund ta konfirmoj diagnozën, por një vlerë normale nuk e përjashton. Dhe me këtë rast duhet të them si vendoset diagnoza e diabetit. Diagnoza vendoset fillimisht me anë të shenjave që ankon pacienti. Ka 3 shenja që janë tipike të diabetit, që quhen në gjuhën mjekësore, janë ato 3 P-t: poliuria, polidipsia, polifagia. Do të thotë, pacientët kanë shumë etje, pinë shumë ujë, kjo quhet polidipsia. E dyta, pacientët detyrohen të shkojnë shpesh në tualet për të urinuar, poliuria. Dhe polifagia, pacientët kanë shumë oreks, pacientët hanë shumë. Megjithatë, pacientët bien nga pesha sepse humbasin glukozë me anë të urinës. Po pse kanë uri pacientët? Shumë veta pyesin. Në fakt, diabeti është ajo që quhet uri në mes të bollekut. Do të thotë, gjaku ka sheqer shumë të lartë, por qeliza, për fat të keq, vuan për sheqer, sepse diabeti është mungesa e insulinës, absolute apo relative në varësi të tipit të diabetit. Dhe insulina është, si me thënë, ai çelësi që e fut glukozën nga gjaku në qelizë. Diagnoza konfirmohet përveç shenjave dhe simptomave që ankon pacienti dhe nëpërmjet analizave laboratorike. Analiza e parë është sheqeri esëll. Esëll do të thotë 8 orë pacienti të mos ketë ngrënë e të mos ketë pirë asgjë përveç ujit. Dhe një vlerë e glukozës esëll mbi 126 mg/dl e konfirmon diagnozën e diabetit. Gjithashtu, një test shumë i rëndësishëm dhe është testi në fakt më sensitiv, është testi i tolerancës ndaj glukozës. Testi i tolerancës ndaj glukozës kryhet kështu, pacienti, rri komplet, bëhet kjo insulina e mëngjesit një herë, esëll, dhe më pas bëhet testi i tolerancës ndaj glukozës. I jepet pacientit 75 gram glukozë. Kjo është e standardizuar, tretet në ujë dhe e pi pacienti. Dhe nuk duhet fusi asgjë në gojë. Dhe mbas 2 orësh kryhet prap analiza e sheqerit, shikohet sa është sheqeri në gjak. Dhe një vlerë mbi 200 mg/dl e konfirmon diagnozën diabet. Vlerat 140 deri në 200 janë në kufi. Pra vlera normale e testit të tolerancës ndaj glukozës është 940. Gjithashtu, një matje e rastësishme e sheqerit mbi 200 plus simptomat që ka pacienti e konfirmon diagnozën. Sepse vlera mbi 200, do të thënë, është gjithmonë patologjike, sepse aq mban ai që quhet filtri renal. Mbi 200 del me gjak, del me urinë sheqeri, nuk e përballon dot më veshka. Dhe e treta është ajo që quhet HbA1c, hemoglobina e glikoziluar, glukozuar. Pra është një vlerë e 3 mujoshit të kaluar, si të thuash. Një vlerë mbi 6.4. Një vlerë mbi 6.4, 6.5 e konfirmon diagnozën diabet. Pacientët që janë në kufi, do me thënë nga 5.7 deri në 6.4, kanë atë që quhet prediabet. Dhe gjithashtu këta janë pacientë që duhet të fillojnë mjekim. Dhe vlera normale është deri në 5.7. Kujdes te këta që janë me terapi me insulinë, se dhe shumë ullët fare nuk duhet të tregon që pacienti ka bërë shumë periudha me sheqer të ullët në gjak. Pra,
Kjo ishte mënyra se si vendoset diagnoza e diabetit.